Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me Radion Evropa e Lirë. Sot në intervistë kemi presidenten e Kosovës Vjosa Osmani. Një ditë pas zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, ne do të flasim për rezultatin e këtyre zgjedhjeve, synimet e saj për një mandat të dytë si presidente, marrëdhëniet e Kosovës me SBA-n dhe çështjet të tjera që kanë të bëjnë me politikën e jashtme në Kosovë. Presidente, Kosova dje pati zgjedhjet e parakohshme parlamentare të dytat për këtë vit. Lëvizja Vetëvendosje doli fituese edhe kësaj radhe me përqindje më të lartë sipas rezultateve preliminare. Se i keni parë këto rezultate? Faleminderit për ftesën. Në radhë të parë unë dua të uroj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës për shembullin e një demokracie jashtëzakonisht të fortë elektorale që ata kanë dëshmuar për sa të herë me radhë, dhe siç e thatë edhe ju, përkundër faktit që zgjedhjet janë përsëritur disa herë gjatë këtij viti, sepse kishim edhe zgjedhje lokale, qytetarët treguan se Kosova organizon zgjedhje model. Model do të thoja jo vetëm për rajonin ton, por edhe për tej, me një demokraci jashtëzakonisht të fuqishme, me zgjedhje të rregullta, të cilat janë sipas standardeve më të larta demokratike që mund të kërkojë dikush. Jo rastësisht, kjo është edhe një prej elementeve që e ka ngritur vazhdimisht Kosovën në indekset ndërkombëtare për fuqizimin e demokracisë sonë, të arritura me cilat jemi jashtëzakonisht krenar, dhe jam shumë krenare edhe me mënyrën se si gjithçka ka shkuar dje, me daljen e qytetarëve të Republikës së Kosovës, pjesëmarrjen e tyre masive, dhe siç e kam thënë edhe dje kur votova, sa më e madhe pjesëmarrja, aq më e qartë është rruga përpara, dhe siç po e shohim nga rezultatet, tashmë do të kemi shumë shpejt edhe parlament të konstituar edhe qeveri të zgjedhur. E thatë vetë, tash gjasat janë të mëdhaja që institucionet të zgjidhen edhe qeveria të bëhet. Pastaj Kosovën e pret një tjetër zgjedhje. Mandati juaj përfundon në prill. A synoni mandat të dytë? Përgjatë këtyre 5 viteve kemi bërë maksimumin që të punojmë shumë për interesin e Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj. Kemi punuar që Kosova mos të konsiderohet thjesht si një shtet që ndjek zhvillimet, por si një prej faktorëve të rëndësishëm në arenën ndërkombëtare që ka rol në përcaktimin e këtyre zhvillimeve. Përgjatë këtyre 5 viteve Kosova është fuqizuar si shtet brenda dhe jashtë. Brenda në radhë të parë për shkak se ka shtrirë sovranitetin në çdo milimetër të territorit të vendit, kemi fuqizuar sundimin e rendit dhe ligjit që ka qenë një prej prioriteteve tona të përbashkëta që nga koha kur jam zgjedhur presidente në fillim të vitit 2021. Dhe natyrshëm në arenën ndërkombëtare Kosova kur nuk ka qenë më e përfaqësuar dhe më e fortë, sado që kemi pasur sfida, por sfidat në radhë të parë kanë ardhur nga Serbia, e cila siç e dini ka eskaluar deri edhe me akt agresioni ndaj Republikës së Kosovës dhe me sulme ndaj infrastrukturës sonë kritike dhe me një sër aktesh destabilizuese. Në rrethana të tilla si institucionet Kosovës kemi bërë të pamundurën dhe besoj kemi arritur që të mbrohet interesi i Republikës së Kosovës, që të mbrohet sovraniteti dhe integriteti territorial, që në asnjë moment mos të vihet në pikpyetje sovraniteti ynë, shtetësia jonë, parimi unitariteti të shtetit, dhe njëkohësisht e kemi përfaqësuar Republikën e Kosovës denjësisht para syve të botës, duke ndërtuar një imazh të denjë, të tillë siç e meritojnë qytetarët tanë. Tani unë mendoj që Kosovës i duhet një vazhdimsi e punëve të mira. Rrjedhimisht kjo çështje tani do të jetë në duart të deputetëve të Republikës së Kosovës, do ta shohim se kush do të jenë ata që do të zgjidhen. Mirë, po ka përmendur që do të ketë një takim me ju. Ka thënë që është një ndër veprimet e para që do ta bëj pas certifikimit të zgjedhjeve. Çfarë do të jetë ky takim? A do të dëshiroj të di synimet e juaja për kandidaturë? A do të jenë bisedime lidhur me atë se si do të arrihet zgjedhja juaj? Ne do të diskutojmë, natyrisht siç kemi diskutuar edhe më parë përgjatë këtij mandati, se si të vazhdojmë punët e mira bashkarisht, sepse kjo, siç e dini, varet nga 2/3 e deputetëve të Republikës së Kosovës, të cilët duhet të marrin pjesë në votim, sado që vetëm 61 vota. Synoj që të vazhdoj punët e mira për qytetarët e Republikës së Kosovës, për vendin ton. Mendoj që të arriturat e shumta dhe punët e mira që po na presin dhe janë tek dera,
duhet të vazhdohen, sepse është interesi më i mirë i Republikës sonë. Megjithatë, unë po ashtu jam plotësisht e vetëdijshme që kjo nuk më varet vetëm nga ky vlerësim, por më varet nga 2/3 e deputetëve të Republikës së Kosovës, të cilët duhet të vendosin do të janë në 2 pika themelore. E para është nëse dojnë ta mbrojnë interesin më të mirë të Republikës, dhe e dyta, nëse dojnë ta dëgjojnë vullnetin qytetar. Dhe nga të gjitha matjet që janë bërë, po natyrisht, siç kam bërë edhe herën e kaluar, do ta bëjmë sërish me të gjithë deputetët. Natyrisht unë nuk kërkoj përkraje nga lista serbe, sepse sikurse edhe herën e kaluar nuk kam pasur ndonjë votë nga ta, dhe tani siç e dini, pas veprimeve të tyre. A ka partitë të caktuar ku ju mendoni që do të ketë hezitim për votën tuaj ose qoftë për prezencën në votim? Është shumë herët që të flitet për këtë çështje tani. Unë do të bisedoj me të gjitha partitë shqiptare, me partitë e pakicave jo serbe, do të bisedoj me ta. Natyrisht shumë prej tyre tashmë i kanë shprehë qëndrimet në takime me mua, mirë po do duhet që të ulemi, të diskutojmë dhe të shihet, siç e thash e para, nëse dëshirojnë vazhdimsi të mbrojtjes së interesit qytetar, dhe nëse dëshirojnë që të dëgjohet vullneti qytetarit, i cili është i qartë në shumicën ndërmuese të matjeve, shihet që diku rreth 81% të qytetarëve të Republikës dëshirojnë një mandat të dytë, pra do ta shohim nëse deputetët dëshirojnë materializim të këtij vullneti. Pra këto janë çështje që do t'i bisedojmë, megjithatë për mua është thjesht një mundësi për t'i shërbyer vendit, dhe nëse deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk e dëshirojnë këtë, atëherë unë do ta vazhdoj mundësinë e shërbimit të vendit në mundësi tjera. Pra ka edhe mundësi të tjera që të angazhohem në politikë. Angazhimin politik nuk do ta ndërprej asesi, pavarësisht rezultatit që do të arrihet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Por mendoj që është në interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës që të ketë vazhdimsi të punëve të mira, dhe shpresoj shumë që këtë vlerësim ta kenë edhe shumica dërmuese e deputetëve të Kuvendit, por natyrisht ata e kanë mendimin e tyre të lirë dhe do ta shohim në ditët në vijim se cili do të jetë ai. Përtej pozitës së presidentes, a synoni rikthimin në politikë, nëse veç nuk e merrni një mandat të dytë ose ndonjë skenar tjetër, a parashini rikthimin në politikë në zgjedhje? Natyrisht që nëse nuk ka mandat të dytë dhe vazhdim të punëve të mira për vendin dhe në interes të vendit, atëherë mundësia që mbetet është ajo e rikthimit në angazhim politik, për shkak se mendoj që ka ende hapësirë për t'i shërbyer vendit nëpërmjet angazhimit politik, por siç e thash, kjo do të jetë një çështje që do të vendoset tash nga ky parlament i cili do të konstituohet. Por siç e përmenda, nga angazhimi politik natyrisht që nuk do ta ndërpres pavarësisht rezultatit. Me një subjekt të ri politik apo? Ato janë çështje që mendohen dhe determinohen vetëm nëse nuk ka vazhdimsi të mandatit si presidente, por këto janë çështje të cilat për cilat jam shumë komod, sepse kam një angazhim politik prej 26 vitesh dhe një përvojë dhe një angazhim që ka qenë gjithnjë në interes të vendit, të cilin dua sërish t'ia ofroj qytetarëve të Republikës së Kosovës. Mendoj që për shkak të zhvillimeve gjeopolitike, për shkak se gjithë Evropa është për momentin në një situatë jo të favorshme të sigurisë, me kërcënime të vazhdueshme, dhe në veçanti për vende të vogla si Republika e Kosovës, këto sfida janë madhore. Është në interes të Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve që një presidencë, do të thoya si institucion, se nuk po flas për individin, sepse gjithçka që kemi arritur si ekip. E kam një ekip të jashtëzakonshme që kam punuar vazhdimisht që këto rezultate të arrihen, por është e domosdoshme që një presidencë që ka ndërtuar relacione jashtëzakonisht fuqishme me aleatët, që ka ndërtuar elementin kryesor të këtij relacioni, që është elementi i besimit, valuta kryesore në politikë të jashtme, por dhe të brendshme, do të thoya, që të vazhdohet me punë të tilla, sepse nuk besoj që Kosova e ka luksin që të fillohet nga pika 0 në ndërtimin e relacioneve të tilla, sidomos jo në këtë situatë të brisht të sigurisë me cilën e gjithë kontinenti evropian po ballafaqohet. Kështu që jam e bindur që ky vlerësim do të bëhet nga të gjithë, por megjithatë të presim edhe pak dhe do të qartësohet gjithçka. Përmendet ju keni garuar së bashku në listë me zotin Kurti, përmendet më herët punët e mira të përbashkëta. Megjithatë keni pas edhe dallime me zotin Kurti gjatë këtyre viteve kur ai ka qenë në udhëheqje dhe ju keni qenë presidencë. Si i vlerësoni raportet tashme me zotin Kurti dhe me qeverinë e tij, programin e qeverisë tij?
Unë mendoj që bashkëpunimi më i sinqert është pikërisht ai që nuk i fsheh dallimet. Çka është më e rëndësishmja, siç e kam përmendur në çdo deklarim publik deri sot, është që ne asnjëherë nuk kemi dalluar sa i përket qëllimit të përbashkët që dëshirojmë ta arrijmë. Qoftë ajo sa i përket vendosjes së sovranitetit në çdo cep të vendit ton, deri tek fuqizimi i shtetit ton në familjen e madhe euroatlantike, synimet e kemi pasur të përbashkëta, në synime nuk kemi dalluar asnjë milimetër. Nganjëherë kemi pasur dallime se si të arrijmë tek ato qëllime dhe cilat kanë qenë pikat në cilat ndoshta mund të keni përplasje ose keni pasur dhe cilat janë pikat që konsideroni që i keni më të përbashkëta në mënyrën e udhëheqjes? Këto tashmë qytetarët e kanë parë, po është krejtësisht normale që edhe brenda një familje të njëjtë politike, ato dallime rreth strategjive që përdoren, rreth metodave që përdoren janë krejtësisht normale. Ajo që ka kemi të përbashkët, siç e përmenda, është qëllimi ynë, që të dy e dëshirojmë një Kosovë e cila është e integruar në struktura euroatlantike me prioritet natyrisht në NATO për shkaqe sigurie dhe po ashtu edhe në BE, ku siç e dini pikërisht brenda mandatit tonë të përbashkët kemi aplikuar dhe jam e bindur, sidomos nga takimet e fundit që i kam pasur, që ekziston rruga përpara edhe për këtë. Pastaj përket koordinimit me aleatët. Këtu keni qenë më e zëshme në lidhur me atë se duhet koordinim për veprimet që i bën qeveria me aleatët ndërkombëtar. Po tash unë mendoj që është në interes të Kosovës që institucionet kryesore në vend nganjëherë të përdorin strategji të ndryshme, por me qëllime të përbashkëta. Tash ne edhe nuk jemi i njëjti njeri, secili njeri e ka mënyrën e vet se si flet, si argumenton, si bën miq, si mban ata miq. Me rëndësi është që sot Kosova ka miq, sot Kosovës i hapet secila derë. Përgjatë mandatit ton, Kosova për herë të parë është ftuar në samitin e NATO-s në Washington. Nuk ka ndodhur kjo kurrë më herët në histori që të ftohet në një shtet që as nuk është antar, as nuk është PFP, as nuk e ka statusin e partnerit siç e kanë disa shtete, pra janë ftuar që të marrë pjesë në samitin e NATO-s. Pastaj me pjesëmarrje në institucione qoftë evropiane, qoftë ndërkombëtare, me prezencë në Amerikë Latine, në Azi, në Afrikë, e në çdo kontinent e cila nuk ka ekzistuar më parë. Rezultatet dhe frytet e kësaj pune të jashtëzakonshme tashmë po shihen. Pra është krejtësisht normale që ne edhe pak a shumë dakordohemi që të kemi mënyra të ndryshme të kryerjes së punëve të përbashkëta. Pra çka është me rëndësi është që si rezultat i kësaj pune të përbashkët, sot Kosova e ka edhe sovranitetin, edhe i ka miqësit. Sfidat ekzistojnë, unë nuk dua ta paraqes një situatë që është perfekte, por patjetër që sukseset i kemi të përbashkëta dhe jam e bindur që me punën që po e bëjmë, do të arrihen edhe suksese tjera shumë më të mëdha, sidomos sa i përket fuqizimit të aleancave. Kur jemi te sovraniteti dhe politika jashtme, nëse flasim për njohje, kemi pasur disa njohje këtë vit, po Kosova ka stagnuar në një kohë nga njohjet. Sipas jush, ku qëndron faji kryesor për këtë brenda për brenda, pa i përfshi forcat e jashtme që dihet, për stagnimin e njohjeve? Nuk do të thoja që është stagnim për shkak se ne si vjet i kemi pasur 4 njohje. Po që nga viti 2021 ka pasur... Si vjet i kemi pasur 4 njohje dhe ka pasur më shumë se 10 vite që nuk kanë qenë 4 njohje brenda një viti. Shumicën ndërmuese të viteve paraprake, mesatarja ka qenë një njohje në vit. Ne, kur e kemi marrë mandatin, çështja e parë me cilën është dashur të ballafaqohemi ka qenë ajo ngrirja në procesin e njohjeve, që ka qenë dakordim ndërkombëtar, të cilin është dashur ta respektojmë. Dhe pastaj ka pasur një qëndrim, tash unë nuk dua të flas për momentin me emra, do të vi koha kur edhe do t'i përmend emrat se kush kanë qenë akterët ndërkombëtar, të cilët na kanë thënë që ne kemi pasur dakordim me qeverinë paraprake që në fakt kjo ngrirja në procesin e njohjeve të vazhdoj deri tek marrëveshja finale në dialog. Dhe është insistuar që as mos ketë angazhim në njohje derisa natyrisht, sepse aty është arritur ai dakordim.
dhe ka pasur një insistim që mos të ketë angazhim në procesin e njohjeve, natyrisht mos të ketë përkrahje dhe që i gjithë fokusi të jetë vetëm në dialogun Kosovë-Serbi. Unë si presidente natyrisht që përkundër kësaj kërkese e kam vazhduar punën në teren këto 5 vite, një punë të jashtëzakonshme që e ka bërë edhe ekipi im në baza ditore. Në baza ditore ne kemi komunikim, pra të përditshëm me shtete në çdo kontinent të cilat akoma nuk e kanë njohur Kosovën. Dhe çka kemi arritur? Kemi arritur t'i kthejmë mbi 20 çnjohje të pretenduara nga Serbia. Mbi 20 shtete ju mund t'i gjeni emrat që janë përmendur. Si mendoni çnjohjet të pretenduara? Serbia ka pretenduar që i ka mbindur mbi 20 shtete që ta çnjohin Republikën e Kosovës. A ka ndodhur? Unë kam punuar, po tash ato shtete vërtet kanë bërë deklarata, qoftë në prezencë të Serbisë, ka pasur raste kur kanë dërguar letra në Kombet e Bashkuara, ka pasur raste kur kanë dërguar letra tek ne, ka pasur raste kur kanë dërguar njoftime tek aleatët tonë, që ne po e ngrim procesin e njohjes ose ne po kthehemi një hap prapa derisa të kryhet dialogu. Pra unë kam punuar që të rikthehet secila prej tyre dhe tashmë përveç një shteti, cili nuk dua ta përmend këtu se nuk është në interesin ton, jemi akoma duke punuar me ta, përveç një shteti, secilën prej tyre i kam rikonfirmuar në takime me liderët e këtyre shteteve. Dhe tashmë nuk mund të flit, ato kanë qenë sikurse njohje të reja, sepse i kemi rikthyer nga pika 0 ku ato kanë qenë në njohje të konfirmuara në shumë raste dhe në marrëdhënie diplomatike me këto shtete. Pra ato janë betonuar. Dhe tani përveç kësaj, kemi sjellur edhe plus 4 njohje të reja, të cilat kanë ardhur natyrisht si një rezultati një pune të gjatë, por janë frytet i kemi parë tani. Ka edhe shumë shtete të tjera, të cilat janë afër marrjes së vendimit, me të cilat po punojmë në baza ditore, dhe do të thoja që me administratën Trump kemi një momentum të ri sa i përket procesit të njohjeve. Unë dua t'i falenderoj të gjithë aleatët tonë për përkrahjen, natyrisht edhe administratën amerikane, edhe shtetet si Turqia, Arabia Saudite dhe shtetet të tjera të cilat vazhdimisht na kanë mbështetur. Pra ka një momentum të ri dhe jam e bindur që shumë shpejt, do të thoja në fillim të vitit, do të kemi edhe lajme të tjera të mira. Pra nuk do ta quaja stagnim, thjesht ka qenë një situatë shumë e pavolitshme për ne, kur edhe vetë aleatët tonë kanë insistuar që i gjithë fokusit jetë të dialogu dhe kanë insistuar që mos të ketë fokus as nga ana e tyre, as nga ana jo në njohje. Unë si presidente vazhdimisht kam punuar në njohje, natyrisht me shumë bashkëpunëtor të institucioneve të tjera, megjithatë ka qenë vështirë me pa rezultatin me njëherë. Shkaku që secili shtet jo njës që e kemi taku, na kanë thënë po neve po na thuhet që të presim për shkak se është kjo marrëveshja për ngrirje të procesit. Pra, kemi pa rezultate, por ju siguroj që rezultate edhe shumë më të mira kemi në fillim të vitit që vjen. Po kalojmë në një tim tjetër, përveç ngërçit politik, Kosova ka vuajtur edhe nga masat ndëshkuese të BE-s që kanë qenë fuqi për një kohë. Ato do të hiqen tani, sipas zyrtarëve të BE-s pas kalimit paqësor të mandateve në zgjedhjet në veri. A ka mundur të bëhet diçka më herët nga Kosova për të hequr këto masa më herët? Ne kemi bërë gjithçka që ka qenë në dorën tonë. Në radhë të parë dua ta them që këto masa kanë qenë absolutisht të padrejta, të parsyeshme dhe shumë të dëmshme për gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim etnie. Ato janë vendosur kundër Kosovës në një situatë kur në fakt ka qenë Serbia, ajo e cila nëpërmjet bandave të veta i ka sulmuar ushtarët e KFOR-it dhe ka rezultuar me 93 ushtarë të KFOR-it të lënduar, me sulme ndaj gazetarëve dhe ndaj qytetarëve në veri. Dhe përkundër gjitha këtyre veprimeve destabilizuese dhe kriminale të Serbisë, në vend se të ndëshkohej Serbia, është vendosur një vendim jashtëzakonisht i padrejtë dhe i marrë në një mënyrë shumë të çuditshme, pa votim fare prej shteteve anëtare. Pastaj kjo është përdorur nga 2-3 shtete që vazhdimisht ta bllokojnë Kosovën, që të kërkohen gjëra të cilat as nuk kanë qenë fillimisht kinse arsye, sado që arsye të padrejta për vendosjen e tyre. Ka pas shtete që insistonin që të formohej asociacioni, lloj-lloj kushtëzimesh, të cilat natyrisht nuk i kemi pranuar. Kurse sa i përket zgjedhjeve të cilat kanë prodhuar rezultatin që ne kemi sot në veri, ato nuk kanë qenë parakusht, ato kanë qenë çështje për cilat i ka sjell vetë pjesëmarrja e komunitetit serb në procesin zgjedhor.
Pra nuk kemi qenë ne ata që e kemi kryuar bojkotin e serbëve. Ka qenë Vučići ai që i ka bindur që të bojkotojnë, bindur në mënyrë të dhunshme, natyrisht nëpërmjet kërcënimeve, shantazheve të tjera. Dhe si rezultati atij bojkoti ne kemi pasur rezultatin e 4 viteve të fundit. Nuk ka qenë rezultat që e kemi imponuar ne, por rezultat i cili ka dalë për shkak të politikave të gabuara dhe kriminale do të thoja të Vučićit, edhe në raport me komunitetin serb. Keni qenë kritike ndaj BE-s për trajtim jo të barabartë Kosovës. Madje keni thënë që keni pritshmëri nga lidershipi i ri i BE-s. A janë arritur pritshmëritë tuaja pas ndryshimit? Po shihet nga vetë rezultati. Ne kemi pasur një përkraje të madhe nga lidershipi i ri i BE-s që të hiqen masat. Natyrisht që ata në mënyrë që të arsyetohet vendime e kanë përmendë edhe çështjen e momentumit që është krijuar pas ndryshimit të pushtetit në veri. Megjithatë, në fillim të ditës kur unë isha në Bruksel në samitin BE Ballkan Perëndimor, vendimi ka qenë vetëm për lirimin e 34 milionëve. Dhe pas shumë takimeve që i kishim shumë intenzive edhe diskutimeve me presidentën e komisionit, me presidentin e Këshillit, zotin Kosta, pra me von der Leyen, me Kostan, me përfaqësuesen e lartë Kaja Kallas dhe me shumë përfaqësues të shteteve të cilët kishin hezitime, në mbrëmje përfundimisht më është kumtuar fillimisht në atë takim që si rezultati krejt atyre diskutimeve që kanë ndodhur ato 2 ditë që ishim në Bruksel, ata kanë vendosur që t'i largojnë të gjitha masat, pra më nuk ka kufizime, shumica dërmuese kanë hyrë në fuqi me njëherë, të tjerat, sipas asaj që më është kumtuar mua, hynë në fuqi në fillim të janarit, pra është lajm i mirë dhe është rezultati punës së përbashkët që e kemi bërë për t'i bindur që ato masa nuk e kanë arritur asnjë qëllim të mirë, përkundrazi vetëm kanë dëshkuar qytetarët e Kosovës në projekte që kanë të bëjnë tazëm me ujin e pishëm, me trajtimin e ujrave të zeza, me projekte që kanë të bëjnë me jetën e përbashkët të komuniteteve, me fuqizim të rinis, fuqizim të grave, e fuqizim të sundimit të ligjit. Pra, pas shumë argumenteve është arritur edhe një pajtueshmëri dhe unë dua t'i falenderoj që në fund u bindën, por ka qenë rezultat i punës që e kemi bërë për t'i bindur të gjithë, sepse siç e dini BE-ja është shumë komplekse në procesin e vendimarrjes. Pra, si e komentoni faktin që ende nuk është marrë në konsiderat aplikimi i Kosovës për antarësim në BE? Po këtu deri tani kur flasim me shtetet më të mëdha në Bashkimin Evropian, zakonisht përmendet argumenti i shteteve jo njohëse. Për shkak se konsiderohet që duhet të binden që të gjithë. Ne e dim që ekziston një mundësi që jo domosdoshmërisht të gjithë të votojnë, prandaj ju kemi propozuar disa formula. Tazëm njëra prej tyre është që të përdoret modeli që është përdorur në kohën kur është miratuar marrëveshja për stabilizim asocim, ku në atë marrëveshje është shtuar një nen për t'i kënaqur edhe shtetet jo njohëse. Në atë nen thuhet që kjo marrëveshje nuk paragjykon marrëdhëniet bilaterale mes shteteve jo njohëse dhe Kosovës, apo nuk paragjykon qëndrimin e këtyre shteteve në raport me pavarësinë e Kosovës. Dhe me atë nem pastaj gjitha shtetet jo njohëse kanë qenë të kënaqur dhe gjithë e kanë ngritur dorën për. Tani në qofse kur Këshilli mandaton komisionin për statusin e kandidatit, e fusin një nen të tillë sa për t'i kënaqur shtetet jo njohëse, dhe të njëjtën kohë ato pajtohen që mos të bllokojnë dhe komisioni më njëherë të fillojë bisedimet me Kosovën, na jap pyetësorin, t'i plotësojmë ne kushtet të cilat i vendosin ata dhe të vazhdojmë me status të kandidatit. Kjo mendoj që është një rrugë përpara që në njërin anë i jap Kosovës meritat të cilat na takojnë në bazë të reformave që i kemi bërë, sidomos në sundim të ligjit dhe në shumë fusha të tjera. Në anën tjetër sigurohet që ecim përpara me hapje të kapitujve, me negocim të tyre, me mbyllje të tyre, e pastaj kur vjen puna antarësimit të plotë, besoj që deri atëherë do t'i kemi të gjitha njohjet që na duhen, edhe në aspekt bilateral prej kësaj peshe. Një çështje e hapur e Kosovës që bisedohet në vazhdimsi dhe në arenën ndërkombëtare është dialogu Kosovë-Serbi. Si shihni ju qoftë vazhdimin e dialogut, qoftë arritjen e një marrëveshje me Serbinë? Tani vazhdimi i dialogut është proces në cilin ne jemi të përkushtuar plotësisht, siç kemi qenë edhe gjatë këtyre viteve. Kosova asnjëherë nuk ka munguar në tavolinën e diskutimeve. Kosova ka treguar konstruktivitet të plot lidhur me propozimet që janë bërë nga Bashkimi Evropian. Mirë po,
natyrisht Serbia vazhdimisht ka bllokuar në rastin e marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit edhe vetë nënshkrimin e marrëveshjes, por kemi edhe shumë marrëveshje të tjera tek të cilat është pajtuar me to dhe në fund as nuk i ka zbatuar ta zëm marrëveshja për të zhdukurit me dhunë, ku akoma bllokon implementimin e saj, sado që ajo është arritur në Bruksel. Dhe shumë marrëveshje të tjera nga njohja e diplomave për personat që diplomojnë në Kosovë e deri tek hapja e të gjitha pikave kufitare mbas marrëveshjeve të Brukselit. Pra, këtu kemi problem me palën serbe, e cila asnjëherë nuk zbaton ato që i premton, dhe unë besoj që të njëjtat probleme do t'i kemi edhe në të ardhmen. Shpresoj megjithatë që Brukseli të jetë shumë i qartë në veprime, jo vetëm në fjalë, dhe të kërkojë nga ana e Serbisë që të ketë zbatim të plotë të atyre që i premton. Në qoftë se ka një çështje të tillë siç e kanë pasur deri tani, ku Serbia përkundër mos zbatimit vazhdimisht shpërblehet, unë nuk është që kam shumë shpresa. Pra shpresoj që të ndryshoj qasja, të jetë një ku të dyja palët trajtohen në mënyrë të balancuar dhe të barabartë, dhe mos të kemi një situatë ku Serbia përdor dhunë ndaj fqinjve, përdor akte agresioni, sulmon ushtarët e KFOR-it, pastaj nuk i respekton BE-n dhe standardet e tyre as sa i përket sanksioneve, as sa i përket linjëzimit. Ekziston një pritje edhe nga Kosova prej partnerëve ndërkombëtar, që është veprimi për asociacionin e komunave shumicë serbe, edhe dërgimi i draft statutit ose planit franko-gjerman në gjykatë kushtetuese. A mendoni se që duhet bëhet ky hap? Tani marrëdhëniet ndërkombëtare nuk njohin zbatim të njëanshëm të marrëveshjeve, ku njëra palë thot ne po tërhiqemi në tërësi, dhe pala tjetër thot ne po shkojmë po kështu thjesht pa kokë, po i zbatojmë të gjitha, pa përfituar ato që janë përfitimet të Republikës së Kosovës në po të njëjtën marrëveshje. Mos të harrojmë që ajo marrëveshje para se të shkojë te asociacioni, që është neni 7, apo zbatimi marrëveshjeve paraprake, i ka disa nene të tjera, ka nene të cilat flasin për respektim sovranitetit, ka nene që flasin për respektim të integritetit territorial, ka nene që flasin për parime. Që sparit është krejtësisht normale që ne të kërkojmë zbatim paralel të marrëveshjes, e jo thjesht që presioni të bëhet tek Kosova, kurse në anën tjetër mos të kërkohet nga Serbia që të respektohet sovraniteti, që të respektohet integriteti territorial, parimi i barazisë së shteteve, që është parim edhe i kartës OKB-s, dhe po ashtu neni 4, i cili vjen para nenit 7 edhe kronologjikisht dorën zemër, dhe e cili kërkon që Serbia mos bllokojë Kosovën në antarësim në asnjë organizatë ndërkombëtare, gjë të cilën e ka shkelur. Nuk duhet dërgohet në këtë moment draft statuti në gjykatë kushtetuese. Para nenit 7 vijnë 6 nene të tjera. Është shumë me rëndësi që të ketë zbatueshmëri të parimeve bazë të asaj marrëveshje, të cilat Serbia jo vetëm që nuk i ka respektuar kështu në mënyrë indirekte, por në mënyrë direkte i ka shkelur, me aktin e agresionit në Banjsk, me sulmin ndaj infrastrukturës tonë kritike në Iberlepenc, me kidnapimin e policëve të Republikës së Kosovës brenda territorit të Kosovës, me kidnapimin edhe të një shtetasit të Republikës së Kosovës tashmë së fundi, me sulme të vazhdueshme ndaj integritetit tonë territorial, madje edhe ndaj NATO-s nëpërmjet plagosjes së 93 ushtarëve, Serbia ka shkelur në baza ditore, madje edhe kur ka votuar kundër në Këshillin e Evropës, duke lobuar vazhdimisht kundër për antarësim të Kosovës, për njohje të Kosovës, Serbia është në shkelje flagrante të kësaj marrëveshjeje në baza ditore. Prioritet, besoj, Bashkimit Evropian do duhet të jetë fillimisht kjo. Dhe pastaj flasim për pjesët tjera të marrëveshjes. Përmendet presionin e Beogradit. Cili është mesazhi juaj si presidente për qytetarët serb të Kosovës që ndihen vazhdimsi si të bllokuar në mes të presionit nga Beogradi dhe mosbesimit që kanë ndaj Prishtinës, institucioneve të Kosovës? Ne i trajtojmë ata si qytetarë të barabartë të Republikës sonë. Besoj që duhet të bëjmë edhe më shumë në mënyrë që kjo të komunikohet më mirë të ta. Duhet të gjejmë mënyra edhe më të mira, edhe më të hapura të komunikimit. Por duhet i siguroj të gjithë qytetarët tonë, përfshirë ata të komunitetit serb, që qëllimi ynë i vetëm ka qenë gjithnjë, që t'i mbrojmë ata nga banda kriminale të cilët janë bërë milioner në kurriz të tyre, të cilët vazhdimisht i kanë kërcënuar ata e familjet e tyre, të cilat kanë shkuar aq larg sa që të involvohen edhe në krime të vrasjes, në krime të djegjes së shtëpive e makinave të tyre,
për t'i kërcënuar që mos të bashkëpunojnë me institucionet e Republikës së Kosovës. Vendi i tyre është në institucionet tona. Vendi i tyre është i barabartë me çdo qytetar tjetër. Prandaj thirrja ime për ta është që ta shfrytëzojnë çdo mundësi, çdo mbrojtje që ua garanton Kushtetuta e Republikës së Kosovës, e cila në fakt është kushtetuta më e avancuar sa i përket drejtat e pakicave në gjithë tokën e kontinentit evropian. Pra nuk ka një shtet evropian që ju jap më shumë të drejta pakicave se sa kushtetuta jonë, prandaj le t'i shfrytëzojnë. E kanë derën hapur për bashkëpunim, për fuqizim dhe për projekte që janë në të mirë të komunitetit që ata përfaqësojnë. Shpresoj shumë që do t'i shfrytëzojnë këto rrugë kushtetuese dhe ligjore, sepse kjo është mënyra e vetme për ta fuqizuar prezencën e tyre, zërin e tyre dhe do të thoja edhe zhvillimin e tyre ekonomik, sepse janë 26 vite pas luftës, qoftë ata që jetojnë në veri, qoftë më shumë se 2/3 të serbëve që jetojnë në pjesë të tjera të Kosovës, meritojnë edhe më shumë zhvillim, meritojnë edhe më shumë përfaqësim, po kjo arrihet në radhë të parë duke respektuar ligjet dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe duke shfrytëzuar të drejtat që atyre u ofrohen e jo duke bojkotuar. Presidente, kur flasim për dialogun, çfarë mesazhe apo pritje keni marrë nga SBA-ja lidhur me këtë proces? Keni pasur disa takime me zyrtarë të SBA-s? Natyrisht që ka një interesim të thoja të rritur të administratës Trump, të cilën unë e mirëpres, që të ndihmojnë raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që të mirëmbahet paqja dhe stabiliteti rajonal me çdo kusht, që mos të tolerohet asnjë veprim që destabilizon rajonin ton, dhe kjo është në interesin e Republikës së Kosovës, me qenë se rajoni ynë ka vetëm një burim destabiliteti dhe ai është Serbia. Rreziku asnjëherë nuk vjen as nga Kosova, as nga Shqipëria, as nga Kroacia, as nga Bosnia Hercegovina, përveç elementeve destabilizuese që i shtyn përpara Serbia, pra as nga Maqedonia e Veriut apo Mali i Zi apo ndonjë shtet tjetër në rajon. Gjithnjë rreziku ka ardhur nga Serbia dhe është mirë që administrata Trump është shumë serioze në atë që mos lejohen burime të tilla destabilitete, aq më pak veprime të dhunshme, siç ka ndodhur me Banjskën në 2023. Çka sa i përket çastjes ndaj Kosovës? Sa i përket çastjes ndaj Kosovës, administrata Trump është e qartë. Dhe këtë po e dëshmon me veprime çdo ditë, që në raport me Republikën e Kosovës e mbështet fuqizimin e vazhdueshëm të ushtrisë sonë, dhe jam shumë e lumtur që kjo pas shumë pune që e kemi bërë të gjithë ne së bashku dhe edhe me ndihmën e komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara, të cilët duhet t'i falenderoj edhe një herë për angazhimin e tyre të palodhshëm. E kemi edhe miratimin e aktit të Kongresit, i cili u nënshkrua në ligj nga ana e presidentit Trump, i cili e konfirmon. Strategji nacionale të sigurisë nuk përmendet Kosova, që është akt. Po veç pse nuk përmendet, nuk do të thotë që nuk e kanë çastjen të cilën e kanë miratuar pikërisht në aktet e Kongresit. Dhe dua ta përmend edhe këtë. Në 2 vizitat që i kam pasur në departamentin e shtetit brenda këtyre pak muajsh, çështja e parë që më është rikonfirmuar tepër qartë ka qenë kjo. Ne e mbështesim sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Kjo është pika e parë. Dhe kjo tani është përligjur në ligjin e nënshkruar nga presidenti Trump. Nuk ka fjalë për ndryshim të kufive ose diçka tjetër. Absolutisht, as nuk bëhet fjalë më për strategji të tilla, dhe kjo është një sukses jashtëzakonisht i madh. Dua t'i falenderoj për këtë qëndrim, i cili është arritur si rezultati një bashkëpunimi shumë të afërt që e kemi ndërtuar me administratën Trump nga dita e parë që presidenti Trump ka ardhur, është rikthyer në zyrën e tij në shtëpinë e bardhë, dhe tani siç e përmenda, kjo është nënshkruar edhe ligj. Dhe përveç kësaj, është rikthim i çastjes së administratës Trump që thuhet dialogu duhet të bazohet në njohje reciproke. Pra nuk thuhet eventualisht një ditë, ndoshta ndodh, ndoshta s'ndodh, thuhet dialogu duhet të bazohet, të përqendrohet në njohje reciproke. Dhe kjo është një avancim jashtëzakonisht i madh. Çka sa i përket investimeve, keni përmendur diskutime për investime, a kemi diçka konkrete në drejtim? Kemi pasur diskutime shumë të mira me Departamentin e Shtetit në këtë drejtim. Ka interesim në disa fusha, do t'i përmend sektorin e energjisë në veçanti, sektorin e teknologjisë informative po ashtu. Të gjitha këto kemi ne ide, kanë edhe ata ide, këto ide janë duke u bashkëdyzuar, jemi duke ndërtuar strategji e cila është kërkuar nga ana jonë, që i përfshin këto shtylla të cilat i kemi diskutuar me ide shumë konkrete dhe të cilën do t'ja dorëzojmë administratës Trump shumë shpejt. Siç e dini, jemi vendi i parë i cili ka propozuar tarifa zero në raport me
mallrat amerikane. Jemi shteti I parë që kemi linjëzuar në tërësi listën tonë të organizatave terroriste, edhe shteti I vetëm në Evropë në fakt, dhe në botë, do të thoya që e kemi linjëzuar në tërësi listën e shteteve e organizatave, më falni, terroriste me atë të shtetit amerikan. Jemi shteti I vetëm në Evropë që kemi ofruar marrëveshje me aleatin ton, pra me Amerikën sa I përket imigrantëve, pra ka një sër çështjesh që edhe ne kemi bërë për ta mbështetur aleatin ton strategjik, pra kjo është punë e përbashkët, edhe ne bëjmë për Amerikën, edhe Amerika bën për ne, pra ka qenë një propozim konkret për investim nga bashkëshorti ju I lidhur me hotelin Grand. Çfarë mendoni ju investimet që janë bërë prej Jared Kushner në shtetet e Ballkanit, a shihni që do të ketë interesim në investime për Kosovën? Tash këto nuk kanë të bëjnë, siç e dini, familja Trump e ka një pjesë ndaras prej çështjeve shtetërore të cilat I diskutojmë. Ne në takimet që I kemi pasur me departamentin e shtetit, I kemi pasur diskutimet rreth asaj se sa mund të angazhohet shteti, por njëkohësisht edhe sa mundet administrata e re t'i nxit bizneset amerikane, të cilat natyrisht janë të pavarura, mirë po ato varen edhe nga një lloj nxitje qeveritare. Pra kemi diskutuar natyrisht edhe për nxitjet që mund t'i bëjë administrata e re sektorit privat, në mënyrë që ata të kenë interes në Republikën e Kosovës në veçanti, por edhe në rajonin në përgjithësi. Natyrisht ne nuk avokojmë për investime në Serbi, por avokojmë për ta zëm investime të përbashkëta Kosovë-Shqipëri, investime që mund të jenë të fokusuara në Kosovë, po që pastaj shkojnë edhe përtej Kosovës, sepse rajoni ynë është I ndërlidhur edhe në aspektin e rrugëve, edhe në aspekte të tjera të cilat do të ndërtohen shumë shpejt sa I përket hekurudhave, por edhe sa I përket turizmit, ta zëm janë këto çështje që shkojnë në pako, por kur flas për rajonin tonë, unë flas për shtetet të cilat na kanë njohur dhe bashkëpunojnë me ne mirë. Sa I përket sigurisë, presidente, cili mendoni që është kërcënimi më I madh I Kosovës nga shtetet qëllimkëqija përtej Serbisë? Përveç Serbisë. Natyrisht që interesimi tradicional I Rusisë që ta destabilizojë gjithë rajonin e Ballkanit perëndimor është një interesim I cili synohet të arrihet nëpërmjet Serbisë si një shtet proxy apo një shtet që është dorë zgjatur e Rusisë. Ky synim do të vazhdojë, mirë po përderisa ne punojmë me aleatët afër, me aleatët të cilët janë aleat vleror, aleat me cilët I ndajmë vlerat e njëjta, besoj që do të vazhdojmë ta mbrojmë Kosovën nga një kërcënim I tillë, pra mendoj që qytetarët e Republikës së Kosovës kanë çdo arsye që të flejnë rehat dhe të ndihen të sigurt e të mbrojtur, në radhë të parë nga institucionet tona të sigurisë, të cilat I kemi fuqizuar në masë të madhe, e në radhë të dytë edhe nga prezenca e rëndësishme e aleancës së NATO-s, e cila do të vazhdojë të jetë këtu. E treta do të thoja është thjesht bashkëpunimi ynë I përditshëm me aleatët tonë për ta mbrojtur sigurinë, na bën çdo ditë më të fortë, kështu që këtë bashkëpunim do ta vazhdojmë sepse është në interes të Republikës së Kosovës. Krejt në fund, presidente, tash e tutje nëse do të kemi institucione të formuara dhe ju do të jeni pjesë e tyre në një pozitë ose tjetër. Cila është për juve vendimi, reforma ose veprimi institucional I cili nuk guxon të vonohet në Kosovë, që duhet bëhet sa më shpejt që është e mundur? E para do të thoja me cilin do duhet ballafaqohej kuvendi I parë qysh në ditën që konstituohet, me shpresën që edhe qeveria votohet po në të njëjtën ditë, jo si parakusht kushtetues, ta sqaroj sepse unë nuk besoj që është parakusht kushtetues, por megjithatë do ta lehtësonte punën. Mendoj që duhet të votohet buxheti I Republikës së Kosovës në mënyrë që mos krijohen vonesa të mëtejme dhe të votohen marrëveshjet ndërkombëtare. Po flasim për 1 miliard euro, të cilat si presidente I kanë proceduar në Kuvendin e Republikës së Kosovës. 882 milion janë plani I rritjes dhe një pjesë e madhe dhe pastaj janë marrëveshje të Bankës Botërore. Ka edhe të tjera të cilat nuk I kanë proceduar sepse ato skadojnë dikur mos gabofsha në mars, mirë po dhe ato duhet të procedohen menjëherë. Shpresoj shumë që do të ketë dakordim mes partive politike dhe këtu nuk po flas vetëm për qeverinë e ardhshme, mazhorancën, por edhe për partitë cila do të mbetet në opozitë, sepse marrëveshjet ndërkombëtare kërkojnë 2/3 dhe nga analiza që ne kemi bërë si presidencë, të gjitha këto janë vërtet në interes të Republikës së Kosovës. Përfitojnë të gjithë qytetarët pavarësisht kënd e kanë votuar. Shpresoj në maturi, shpresoj në përgjegjshmëri dhe shpresoj që kjo votë të jetë ndër vendimet e para të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Mandje do të propozoja që fare mos bëjnë pauzë, të votohet kuvendi, të votohet qeveria dhe paradite dhe menjëherë pas dite
të përfundojnë marrëveshjet ndërkombëtare, edhe pastaj ndoshta nesërmën ulemi dhe e diskutojmë se si ti arrim 2/3 sa i përket mandatit të dytë, siç e përmenda, me shpresën që deputetët e Kuvendit Kosovës gjitha partive do të dëshirojnë që ta vendosin para së gjithash vazhdimsinë e punëve të mira dhe interesin e Republikës së Kosovës në njërin anë dhe respektimin e vullnetit qytetar i cili besoj është i qartë për të gjithë. Ju faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Shikues të nderuar, ishte kjo intervista me presidenten Vjosa Osmani. Ju falenderojmë që na ndoqët.